Amanti mu. Tung! E Agjiramez shkruan edhe libra, cilat ja ku marrë sot, për me më tregu edhe për librat, edhe për vendin, edhe për Amerikën, edhe për kullën e Dugajivës, edhe për çdo send bukur këto. A të bëj si në Rrugov, apo do një mesafer? O, mirë se keni ardhë, mirë se ju ka pru zoti. A je lodh? Jo. Ju jeni ATV nga Prishtina, po? Nga Prishtina. Mirë se vini, kom dëgjuar dhe kom lexuar, po. A je lodh? Si jeni, janë mirë, a u lodhet? A ditë me gjithë rrugën? Po qysh ditëm? Bravo, me Google dhe me sende. Me të gjitha. Vendi shumë i bukur, rruga shumë e mirë, edhe pse ka nevojë për përmirësime. Po. Vjen mirë që keni ardhur pa probleme, se disa vine humbi rrugë ka njëherë, duhet hala planifikim rrugor. Duhet planifikim rrugor, se na kem të shku ka kuqishtja për me ardhë këtu. Po. E nuk patëm nevoj hiq me një andena, po ish me një rëkthesa për Dugajiv. Nuk patëm nevoj me shku dhe në rrugor. Qysh ma ki kalu ditën sot? Mirë, tani, une jam këtu kogja moti. Kom ardhë disa muj, po tash është koha e pushimeve, vllaznia veç kanë fillu me ardhë dhe motrat. Po. Tash jem ba këtu, është shtëpia e vllaut madh, unë jem vllau i dytë, motra, edhe jem 6 vllazën edhe 5 motra. Mashallah. Po, 6 vllazit janë kësaj dhe këto shtëpia që i shef. Edhe agja, po. Edhe mbledheni kur vini këtu? Mbledhem, tash kem fillu mu mbledh se vetëm sa kanë ardhë. Unë i kam edhe 2 vllazë në Amerikë, e 2 ose 3 motra, se edhe 1 motër rrinë shumë. E pjesa dërmuse, 2 në Zvicër, vllau i madh edhe motra. Zakonisht këtu ka jetu, dimën edhe verë. Pse vendoset me shku në Amerikë? Po pse vendosem se Amerika jeme një madhë, edhe mendja e triut me shku në Amerikë, nuk ka dalë keq, se tash i kom 3 fëmijë dhe të shkollum, me ka 2 fakultete, edhe janë të punësu mirë. A të morim na edhe thikën, edhe ato, edhe të e prej Bostonin, edhe të më tregu, se pas këshka me më kallëzu, më knojsh. Po atjetër. A ta ndimoj une? Që une e prej, ti ndimo me hangër. Okej. Kofë se di, a të prejnë për gjys, apo tradicionalisht? Ti si qysh është prej kohrat e më kohrat që kjo thikë pak është e trosh. Qysh e keni prej ju ma heret, edhe që thatë jeni shumë vllazni, shumë motra, po ndoni pak edhe të shalqiri, a ju ka mbledh në tavolina? Po tjetër, këtu ka qenë tradit se baba bike në pej, edhe në vjeshtave, sidomos ka qenë shumë interesant, sepse vetëm me kual, vetëm me kual në shpind ka mujt me qitë shaqinin, rrushin, mollat edhe produktet, sepse makina s'kan kalu këtu. S'kan mujt me ardhë. Ndalemi të pjesa e Amerikës për 40 vite. Qa na jep mesazh neve, a me shku me provu në Amerikës rinia, apo jo? Tash, bota, sa e di une, bota ka vencu me migracion. Francezët, Gjermanët, Italianët, edhe popuj tjerë, se Amerika është e përbon për i popujve. Kanë avancu, edhe prej migracioneve, kanë avancu në shtetet e tyre. Në koftë se na e përdorim, koftë se na e përdorim migracionin, edhe krimin, me profesionalizm, na kemë u bomba shteti më i fortë në botë. Se shqiptarët janë punëtorë. Ka në Amerikë shumë shqiptara? Ka të shkojnë e fundit, mendohet që ka dhe 1 milion shqiptarë. Në kohën kur kom dalë une në 86 në kom rinë në Amerikë, në kohën kur kom dalë une në Amerikë, po të tregoj, sidomos ka pas shumë pak të rrugovas. Tash ka me mija, po dhe të popuj tjerë. Është Shqipëria në miniatur është New Yorku. Shqiptar për gjitha viseve, gjitha trojeve etnike ka New York. Po si deshta me të regu, kur kom shku në New York,
Mujshe me pa një shqiptar deri në 200-300 metra edhe e njishe edhe për mrapa edhe për para që është shqiptar. Pse? Edhe tur me shku me fol me ta. Tash aq shumë ka shqiptar që nuk I dallon kush. nuk i dallon edhe nuk është interesimi mo ashtu si që ka qenë, veç si për e shëni shqiptar me bisedu me ta. Po. Se secili ka punën e vetë.